ky është raporti i 4 që zyra për qeverisje të mirë pranë zyrës së kryeministit publikon prodhon, sa i përket zbatimit të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi, natyrisht bazuar në rastet e platformës kombëtare për mbrojtjen nga diskriminimi që janë paraqit. Dhe duhet të theksu që prej momentit të lancimit të platformës, deri tani se në bot 3 vjet të gjysmë, do të thotë mbi 42 muaj në tërësi, është të themi dinamike punës tonë të përbashkët që kemi bërë. Unë secilin nga ju e vlerësoj për punën që kemi bërë së bashku e kemi rrugtu. E di që në fillim kur kemi marrë këtë nismë, nuk ka qenë shumë e lehtë, ka qenë shumë sfiduese. Dhe për ata që janë për herë të parë, e di që ka një uri se si ka rrjedhur tot ky proces. Ju dini procesi i Berlinit që është një nga, si themi, obligimet tona shtetërore më të rëndësishme dhe kanë dalë shumë nisma. Nga ato ka qenë që vendet e Ballkanit Perëndimor, të përfshirë dhe Kosovën, të krijojnë grupe të veçanta për mbrojtjen nga diskriminimi ndaj komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian. Në si qeverime, kemi marrë një vendim të tillë, kemi krijuar një grup të profesionistëve, që është shumë divers, domethënë ky grup nga Ministritë të Shëria Civile, dhe në kuadër të saj ka lind ideja që të krijojmë edhe një platformë ku jepet mundësia dhe qasja qytetarëve roma, shkali, egjiptian dhe jo vetëm që të raportojnë. Në 2022 na kemi lancu këtë platformë, dhe që nga 2022 deri me tani kur po diskutojmë, kemi mbi 70 raste që janë raportu dhe natyrisht 35 raste kanë rezultu të thotë me sukses. Tjerat janë në proces, po mendoj, sepse lypin edhe kosto kohore për me ardhur deri te progresi i zgjidhjes së rasteve të tilla. Gjatë kësaj periudhe kanë vizituar të thotë mbi 23.000 vizitorë këtë platformë, janë hapë mbi 908 llogari që janë aktive, sepse për me momentin kur hapet llogaria apo abonohen në platformë dhe me kuptu që ata gjithë edhe janë të gatshëm për me raportu ose kanë raportu, po edhe kanë informacione, sepse nuk e thash fillim, kjo platformë jo vetëm që jep mundësinë qytetarit për me raportu rastet e diskriminimit, po jep shumë informacione për legislacionin, për politikat, për çdo nismë që merret në fushëveprimin e parandalimit dhe luftimit të diskriminimit. Gjatë vitit 2025, për shkak se jemi thirrur për me ju informu, me bashkëbisedu, janë hapur 36 llogari dhe janë raportuar 17 raste. Dhe janë qasur, do të thotë, si vizitor mbi 15.000 vizitor. Kjo është një rritje shumë e madhe dhe këtu la me kuptu atë efektin që kemi pas ne si institucione dhe si organizate qeveritare për informimin që kemi bërë. Kemi 7 raste që në shkel të diskriminimit në fushën e arsimit. Pastaj kemi 5 raste që janë të shkelur në kuptimin e barazisë, domethënë para ligjit. 6 raste që kanë bëjnë me dignitetin e njeriut. Pastaj kemi 3 raste që janë shkelur në aspektin e mbrojtjes së pronës. Një rast kemi që ka të bëjë me të drejtat e fëmisë. Si dhe raste tjera do të thotë që do i shihni në detaj, do të thotë në platformën kombëtare për mbrojtjen nga diskriminimi. Po e veçoj rastin e një sulmit që ka të bëjë me diskriminimin, që është shoqëruar me vepër penale dhe reagim të shpejtë të prokurorit të shtetit.
Më thonë, edhe jonë si rastet e suksesit, po edhe që kanë rezultu shumë shpejt dhe mënyrë shumë efikase. Dhe kjo tregon atë hallkën zinxhirore të funksionimit të mekanizmave shtetëror. Dhe ka të bëjë rasti i dytë me diskriminimin e gjuhës së urrëties në arsim, natyrisht i parandaluar me sukses nëpërmjet platformës dhe mekanizmit tonë. Dhe rasti tjetër ka të bëjë me diskriminimin në sektorin shëndetësor, domethënë sektorin privat. Një rast që tregon jo vetëm reagimin e shpejt, po vetëdijsimin e sektorit privat për me marrë masa do të thotë parandaluese ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Veç po e përmendi shumë shkurt rastin e parë, që është rasti i sulmit të diskriminimit i shoqëruar me vepër penale dhe reagim të shpejtë të prokurorit të shtetit. Rasti është raportuar në platformë në muajin qershor të 2025 dhe ka të bëjë me sulm fizik të një pjesëtari të ri të komunitetit rom në Prizren. Rasti është raportuar nga një aktivist i shoqërisë civile nga komuna Përkatëse, komuna e Prizrenit, dhe momentin kur ekipi profesional i platformës ka pa rastin, e ka trajtuar dhe ka paraqitur raport profesional shumë të shpejt, po ashtu është taku disa herë do të thotë me raportuesit. Pas hartimit të raportit dhe në emër të grupit ton të platformës, unë kam adresu do të thotë shkresën letrën të kryeprokurori prokurisë themelore në Prizren, cila letër do të thonë shkresë ka marrë përgjigje unë personalisht për brenda 24 orëve. Do të thonë ka qenë një pjesë reagimeve më të shpejta. Do të thonë edhe në kronologjinë e komunikimit ka qenë edhe mas orëve të vona, do të thonë mas orarit të punës, dhe kjo po përsëris tregon atë reagimin e shpejtë dhe funksionimin e hallkës zinxhirore të institucioneve. Ky rast do të thotë karakterizohet me reagim të shpejtë të ekipës së platformës, reagim të shpejtë të prokurorit të shtetit dhe procedimi i rastit dhe personave të përfshirë në vepra penale në bazë etnike. Rasti tjetër ka të bëjë me gjuhën e urrëties në arsim, dhe ky ka të bëjë me një parandalim të suksesshëm, të shumë shpejt, përfundoj. Rasti ka ndodhur në komunën e Istogut dhe është raportuar nga një aktivist i shoqërisë civile dhe media. Diskriminimi drejtohet ndaj komunitetit, domethënë egjiptian në këtë komunë, dhe ka të bëjë me bullizëm të fëmijëve në një shkollë publike në këtë komunë. Në rastin konkret bëhet fjalë për bullizmin e 5 fëmijëve të një familje, dhe se dyshohet që ky bullizëm ka ardhur si pasojë për ardhjes etnike, do të thotë të nxënësve. Natyrisht ka pas bullizëm të vazhdueshëm dhe ka pas sjellje, domethënë jo të mirë, që ka ardhur deri te incidenti. Gjithmonë po flas domethënë mbas raportit. Rasti është adresuar do të thotë nga platforma dhe ekipa profesionale, ka kontaktuar direkt me drejtorinë e arsimit të komunën e Istogut, si dhe me kryetarin e komunës. Është për çuditë, domethënë prapë se sa ka qenë reagimi shumë i shpejt i kryetarit të komunës, si drejtorive përkatëse, me shkresën që kam drejtuar, domethënë nuk kemi prit as 24 orë, do të thotë kemi marrë domethënë përgjigje. Dhe rasti është adresuar do të thotë nga autoritetet komunale dhe ka rezultuar me sukses, domethënë janë kthyr fëmijët krejt në shkollë dhe kanë marrë, si themi, ato masat tjera parandaluese në aspektin e përgjithshëm të diskriminimit dhe bullizmit. Dhe e fundit, që përmes me ngarku këtë pjesën e parë, ka të bëjë me diskriminimin në sektorin shëndetësor privat. Ankusi ka qenë qytetar nga Prizreni dhe pjesëtar i komunitetit të Rom, me kualifikim nga fusha e mjekësisë. I njëjti kishte punuar në një nga institucionet shëndetësore private për më shumë se 10 ditë provuese të punës,
Dhe sipas provave që të siguruar në platformën kombëtare njëti kishte kryer dhe gjitha detyrat tjera profesionale të caktuara. Për mos me hyrë në detaje, ne kemi punu ngushtë me raportuesin, në baza ditore, javore, derisa kemi trajtu problematikën. Kemi adresu rastin tek sektori kësaj kompanije, shëndetësore, dhe për çudi, kuptimin e mirë kemi pas reagim më të shpejtë, sepse rrallë ndodh nga sektori privat më të ketë reagim të shpejtë të kthimit përgjegjës, por të elaborimit, të arsyetimit, të argumentimit dhe të marrjes së veprimit dhe parandalim dhe luftim të diskriminimit. Nëse shohim këtë raport, kemi me po në fund tek rekomandimet dhe tek gjetje që disa për rekomandimeve përsëriten, që në një farë mënyrë është edhe një tregues për të gjithë ne si anëtar të grupit teknik, që ende ka nevojë për punë, pavarësisht sukseseve edhe angazhimit të madh që është bërë si nga zyra për qeverisje të mirë, gjithashtu edhe nga ana e ekspertëve të cilët janë mbështetur nga ana e konsorciumit dhe projektit. Është shumë e rëndësishme për ne që platforma të mos mbetet një mekanizëm formal, por të jetë një mjet real i afërt për qytetarët, që ata të ndjejnë se rastet e tyre trajtohen edhe zgjidhen. Nëse shohim raportin, është me rëndësi të theksojmë se raporti tregon që kjo platformë ka potencial, janë të ndërtuar mekanizmat e nevojshëm, është bërë ndërlidhja në mes të platformës dhe grupit teknik, që tregon se të gjitha burimet janë të nevojshme, megjithatë kërkohet më shumë angazhim në aspektin e rritjes së numrit të rasteve të cilat raportohen. Dhe shpo e ndaj me ju një rast që ka bëjë me diskriminimin e masës së gjerë. Ju kujtohet e kom përsërit disa herë, ka qenë një rast në komunën e Ferizaj, domethënë një grua, që ajo është diskriminuar nga masa e gjerë, nëpërmjet rrjetit social, do të thotë, dikush ka dhënë informacion që një grua para shkollës po rrin dhe po i merr fëmijët pikë ndapon ose pikë shtrajton. Dhe nëpërmjet një share që është bërë në Facebook, e ka marrë domethënë për ndoshta 40 minuta atë lajmin më brutal, më diskriminues, derisa ka ardhur, derisa në atë kuptimin që dhe fizikisht gruaja është keq trajtuar, është abuzuar, dhe aktivistët e shoqërisë civile kanë trajtuar këtë problematikë dhe kanë paraqitur rastin në platformë. Ne kemi trajtuar, e kemi marrë, dhe rasti është në fazën, si themi, të tretë, natyrisht gjykata themelore në Ferizaj dhe institucionet përkatëse janë të trajtuar. Problemi që gruaja tani nuk është në Kosovë, dhe është në Beograd, dhe në momentin kur është jashtë shtetit, ne nuk mund t'japim atë përkrajen profesionale, ligjore, për me adresu me tek instancat të përgjithëse. Që numri i rasteve të raportuara në 2025 është 17, për dallim për vitin 2024 që është 13. Një diçka pozitive që e kisha theksu është po ashtu se numri i rasteve anonime të raportuara për këtë vit është vetëm një rast anonim. Kjo tregon një të arritur të mirë dhe tregon produktet ose rezultatet që i ka arrit promovimi, kontaktet e shoqërisë civile dhe institucioneve drejt për drejt me komunitetin, për t'i treguar që këto raste nuk bën të raportohen në mënyrë anonime, dhe si rezultat një konkluzion të përgjithshëm që është më rëndësishëm me theksu para grupit teknik para jush, është që si rezultat i këtij numri shumë ose minimal të rasteve anonime, viti 2025 kisha thonë që mu identifiku në kuptim të këtij raporti, e kam shkruar edhe aty te njëri nga seksionet, viti parandalimit të diskriminimit. Edhe numri i rasteve të zgjidhura, ne e quajmë raste të zgjidhura që kanë marrë përgjigje në vitin 2025 është gati maksimal, domethënë 15 raste janë të zgjidhura prej 17. Në vitet paraprake, sidomos vitin 2023, kur numri i rasteve anonim ka qenë më i madh, problemin më të madh kruciale kanë pas mungesën e kontakteve. Mungesë të kontakteve nuk mundesh me zhvillu komunikim me palën, nuk mundesh me marrë prova, nuk mundesh me trajtu rastin,
edhe çuditërisht rastet kanë qenë vetëm me nga një fjalë ose jo mirë të elaboruara në kuptimin e rrethanave. Kur ti nuk i din rrethanat, nuk mundesh tutje me shku dhe kjo ka qenë arsyeja, por në vitin 2025 gati të gjitha rastet ose në përgjithësi kanë pasur ose një email ose një numër telefonit dhe komunikimi ka vazhduar në dy mënyra, përmes emailës ose përmes platformave tjera siç është WhatsApp ose Viber edhe palët janë përgjigj.